Qytetarë që kërkojnë zgjidhje në pritje pranë dyerve të institucionit të sigurimeve shoqërore në Vlorë. Një e viteve të punës, të moshës pensionit, por dhe të tjera problematika janë shqetësimet e përcjellura për Blu Televizion nga qytetarët të Vlorës, të cilët ende nuk kanë marrë një zgjidhje. Qytetarët ndalen edhe tek bonusi i rritjes së pensionit, i sipas tyre nuk është në vlera të njëjta, por problematika më e madhe sipas tyre mbetet padyshim zgjidhja e shqetësimeve që vetë ata kanë, por që ende nuk kanë mundur të marrin dot një përgjigje për hapat që duhet të ndjekin. Sa vjet keni që e hasti këtë problem? Unë këtë proces punës ka filluar që në 2023. Se i mungon një nësaj vite, me që doli një urdhë, edhe aplikim ka bërë që tha e dira më bën një aplikim, kush i mungon, i kanë bërë të dyja. As atë se kanë përfituar, as këtë. Nashi, shku vend o parat nashi, ja vetë për këtëja. Ndërkohë, Xhaxhi, ky është një nga problemet tuaja. Keni patur rritje pensionit tani në janar? Tani në janar nuk se ka marrë pensionin akoma. As unë as vetë, nuk e kemi marrë. E marrë në data 15, 16, 18, që marrë se i jep tash me data. Jo me data, po pse më vetë unë ashtu e kam marrë gjithmonë. Ku qëndron problemi i gruas tuaj te sigurimet shoqërore? Këtu kanë ngëçë puna nashi. Çfarë po prisni këtu te sigurimet shoqërore? Kam një problem tjetër aty. Cili është? Problemi është se kam qenë unë me kem 13 vjet. Kur me kem 13 vjet, 1220. Çfarë u kanë thënë këtu? Kur të bjerë shi, herën tjetër se kësë radhe unë vi me spam kjo. Këtu, visa i ka mundësi se. Prej sa vitesh? Po, kam qenë qershori ka vitin kaluar dhe i pësot. Zgjidhje nuk keni marrë. Presëm kur të bjerë shi, tash. Tash të shikoj çfarë do bëj, ja për atë kam ardhur. S'ka pritje këtu, nuk u presin. Nuk pret thaj, vajta atje te djalë nuk është për çfarë të mund. Jo është i thash këtu, të japi informacioni që më japi mos të rikot. E kupton si është kjo? Ja kjo është, neve çfarë të mund. Dyerve të institucionit të sigurimeve shoqërore në Vlorë ndesh për çdo ditë qytetarë të shumtë në pritje të zgjidhjes së problematikave që ata kanë, por që fatkeqësisht asgjë nuk ka ndryshuar, ndërsa qytetarët vijojnë ende në pritje.